nuk janë në favor. Dhe për politikat të tilla kërkohet një lloj marrëveshje shumë e madhe publike. Dhe ka dhe një diçka tjetër që shumë e vështirë për këtë. Serbia është një nga vendet që kanë nënshkruar Konventin e Ujrave në vitin 2013. Nga vendet e para. Dhe të bësh ndryshime të tilla, do kesh penalitete të jashtëzakonshme. Përkundër që ti duhet bësh vepra inxhinierike, që më vjen keq ta them Serbia në këto momente, ka shumë vështirë. Të gjitha investimet në Serbi në këto momente po shkojnë për Expo 27. Expo 27 në vëmendjen tuaj do të them është aktiviteti më i madh që është bërë ndonjëherë në lindjet e Europës. Dhe Serbia po prezantohet me një qytet që ka filluar në Surqi, në afër aeroportit Beogradit, nga më të mëdhenjt këtyre kohëve. Dhe atje është edhe Shqipëria, domethënë përkundrejt 100 e ca vende dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar që do marrin pjesë të tjera. Sfida e madhe për Serbinë është se shumë nga tenderat e objekteve që po bëhen në këtë Expo, unë personalisht e kam parë, është gjigante. Nuk e ne për ta besuar, shumica e tenderime po bëhen pas një nivel transparencë. Dhe kusuret e Vučić do fillojnë mbas verës së vitit të ardhshëm, kur realisht ai do përballet me institucionet dhe justifikimin atyre pareve që janë hedhur, përveç gjës tjetër që në Beograd gjithmonë më shumë janë dyshues që ai do arrit ta mbarojë apo jo. E kuptoj. Sa do t'i kushtojnë Vučić këto deklarata, flas në zgjedhje, flas në raport me ndërkombëtarët, të cilët kanë reaguar për të disatën herë ndaj deklaratave të tilla nga Vučić apo eksponent partisë së tij, përballë Ramës, përballë Tiranës zyrtare, me cilën deri dje diskutonim çështjet e reciprocitetit për hapjen e konsullatave të ndërsjellta, ndërkohë sot bëjmë një hap pas me Vučić apo ministrat të tij që thonë ç'pun ka Tirana që ndërhyn mes nesh dhe Prishtinës. Shikoni, ti marrim me radhë. Unë jam nga individët që mbroj konsullatën shqiptare në Bujanovac. Me pikpyetje pse në Bujanovac apo jo? Duke njohur situatën, më vjen keq që në Shqipëri flitet me emocion. Duke njohur kushtet ku janë ata, më besoni, nuk ngren dot flamurin as për 28 nëndorin. Se mund ta ngren dhe heqin gjobitën, ndërkohë që ai është minoritet shqiptar. Dhe për shkak të kushteve që nuk njihet Kosova, të drejtat e saj mbron Shqipëria. Dhe ata të shkretët duhet që për një firmë, për shembull, kanë shumë njerëz që duan të bëjnë shkollime. Kanë shumë njerëz që po bëjnë dokumente se duan të ikin në Shqipëri ose në Kosovë, duhet të bëjnë 400 ca kilometra të shkojnë në ambasadën tonë. E kuptoni tash? Kështu që duhet një zyrë ndërlidhëse. Nuk është më shumë zyrë ndërlidhëse, por është pjesë autoritetit të shtetit shqiptar, ma besoni këtë. Ndërkohë që njerëzit po merren me emocionin se çfarë duhet në Shkodër. Vërtet tashmë kam dëgjuar edhe shumë gjëra interesante për Shkodër, por ndoshta duhet një emision tjetër që do ta them, është e vërtetë që nuk ka reciprocitet. Por patjetër kur kërkon hapje konsullatash, ti do respektosh atë që të kërkon vendit të cilit ti ja kërkon këtë. Dhe për ne shqiptarët, ky hap është hap shumë i madh. Duhet që flamuri shqiptar të valvitet i paprekur në Bujanovac dhe ata njerëz të kenë gjithmonë më shumë shërbime nga Shqipëria dhe nga Kosova. Shqipëria dhe Kosova në mendimin tim duhet të harmonizojnë dhe politikat për atë. Dhe madje mos u çuditni, pse mos tjetë konsul një qytetar kosovar atje në mendimin tim, që ka dhe pasaportë shqiptare. Në këtë rast autoritetet serbe nuk kanë çfarë të thonë. Dhe kalojmë tash në procesin që zoti Vučić hedh shashka të tilla. Ju e dini, siç e thash pak më parë, që i duan shumë për politikën e brendshme, i duhet shumë për atë mas nacionaliste që ka mbetur dhe për serbët e Kosovës. Ka shumë prej serbëve të Kosovës që tashme janë në Beograd, sepse janë aq të varfër në Kosovë se ai duhet punësohen atje, që të tregoj se ai nuk e ka lënë Kosovën.
por ne e dim shumë mirë, me zotin Vučić, Kosova është e njohur de facto nga Serbia. Le të thotë çfarë doj, njohësit e mirë arrin ta kuptojnë deri në momentin që ti ulesh në dialog me kryeministrin e Kosovës, me autoritetin më të lartë të Kosovës, sepse kryeministri